Toleranca dhe zemërgjerësia me familjarët. Vallë, sa prej jush janë grindur dhe mbajnë mëri me xhaxhajin apo dajën? Sa prej jush nuk shkojnë mirë dhe nuk flasin me vëllezrit apo motrat? A do të tregoheni tolerant dhe zemërgjer me familjarët dhe gjakun tuaj, me qëllim që edhe Zoti t'ju tolerojë dhe t'ju falë? Përse të mos e marrësh dajën në këto çaste në telefon dhe t'i thuash se është shumë i shtrenjtë për ty dhe se ke haruar gjithçka që ka ndodhur? Përse të mos e falësh kushërirën tënde e cila të ka përgojuar dhe ka hapur fjalë jo të mira për ty, oj motër? Mustahu ishte kushërirja e Aishës, gruas profetit paqja qoftë mbi të. Megjithatë, ai ishte ndër personat të cilët e akuzuan Aishën për çështje nderi. Kjo, edhe pse babai i Aishës e ndihmonte her pas here. Kur dëgjoi Ebu Bekri se Mustahu fliste keq për të bijën, tha: "Pasha Zotin, nuk do ta ndihmoj pas kësaj dite. Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut. Le t'i falin ata dhe të mos u marrin për keq. Vallë, a nuk doni ju që t'ju falë Allahu? Allahu është falës e mëshirë plot." Pasi e dëgjoi këtë ajet, Ebu Bekri premtoi se do të vazhdonte ta ndihmonte Mustahu. Për shkak të zilisë dhe smirës së vëllezërve, Jusufi, paqja e Allahut qoftë mbi të, jetoi larg prindërve dhe familjes për 20 vjet me radhë. Gjatë këtyre viteve kaloi disa sprovë. Vëllezërit e hodhën në pus, provoi barrën e rënd të skllavit dhe kaloi disa vjet në burg. Megjithatë, në fund ai i fali vëllezërit e tij dhe i mori të gjithë në Egjipt. Hyni në Egjipt. Me lejen e Allahut, ju do të jeni të sigurt prej çdo të keqe. Ai u tha: "Sot s'kam qortim për ju. Allahu do t'ju falë. Ai është më i mëshirshmi, i mëshiruesëm." Nëse shpreson dhe uron mëshirën e dëmshurinë e Zotit, tregohu i mëshirshëm dhe i dhemshur fillimisht me familjarët e tu. Merren këto çaste telefonin dhe komuniko me gjithë familjarët dhe njerëzit e gjakut me të cilët ke mbajtur gjerim tani mëri. Bëje këtë për hatër të Zotit. Kur Jusufi u bashkua me të atin dhe vëllezrit, i tha: "Djalli pati futur nga tresë midis meje dhe vëllezërve të mi. Çdo familje ka shejtan të cilët janë të angazhuar për t'i përqarë dhe për të ngritur gjakrat mes familjarëve. Kush është ai që triumfon ndaj shejtanit dhe thotë: familja ime është gjëja më e shtrenjtë që kam? Nëse ta mbyllin portën dhe nuk të pranojnë, të paktën para Zotit je i larë, pasi e ke kryer obligimin tënd. Por kjo nuk do të thotë që të mos tentosh sërish të pajtohesh dhe t'i kthesh gjërat në normalitet. Hape zemrën dhe tregohu tolerant dhe i dhemshur me familjarët e tu, me qëllim që melekët të luten për ty ashtu siç u lutën për Ibrahimin, paqja e Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij. Mëshira e Allahut dhe bekimi i tij qoftë mbi ju, familjen e të dërguarit." A e ndjen madhështinë dhe ëmbëlsinë e këtyre fjalëve, kur i drejtohen familjes tënde nga melekët e Zotit?